أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Hamdi të konë Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam dhe bi familjen e tij të ndershme. Amin. Gjematin e rumë, nësot inshallah ta'ala do ta kemi ligjëratën e fundit nga mësimet të cilët i nxjerrim nga jeta e pejgamberëve dhe të shohëm edhe një 2-3 segmente apo pjesë nga jeta e Zekerijes a.s. dhe birit të tij Jahjes a.s. që të dy babë birë që ishin pejgamber të zgjedhur dhe ishin ndër pejgamberët e fundit, pas cilët do thot edhe Isa a.s. dhe Muhamedi a.s. këto do thot janë përmbyllja e shpalljes, kurse ndërmjet pejgamberit ton a.s. dhe Isës a.s. kishte dikun për afërsisht 600 vite. E gjematin dërum e shohëm se Zekeria a.s. kur e pa mrekullin të cilën Zoti e bani për Merjemën që ja sillte ushqimin dhe pemë, perime, pa pasur ajo ndonjë kontakt me botën e jashtme dhe në dhomë kur hinte gjejte ushqime të ndryshme, atëherë Zekeria bani dua. Ju lut Allahu Gjeleshanuhu që Zoti t'i jape fëmijë. Dhe kur e bani duan, ai sinqerisht ju lut Allahu Gjeleshanuhu dhe Zoti ja pranoi lutjen. Po u habit Zekeria se tha si mundet me pas tash fëmijë kur unë jam plak në mosh dhe gruaja sterile, si do t'jese mundshme të vije deri te fëmia, sa i mendojte se sebepet që duhet të jenë. Por Allahu Gjeleshanu kur do t'i dhuroje dikujt diçka, i te i kalon sebepet. Dhe kërkoi Zekeria a.s. një shenjë. Tha më jep një shenjë. Tha shenja jote do t'jese se 3 ditë nuk do mundesh t'u folish njerëzve përpose me shenja. Dhe Zekeria a.s. 3 ditë nuk mundet t'folte asnjë fjalë. Dhe kjo ishte shenjë se bashortja e tij ka ngel shtatzane, prej cilës lindi një pejgamber që ishte Jahja a.s. Dhe gjemati në rumë, nga ky moment i jetës së Zekerijes a.s. shohëm se është legjitime dhe është e lejume, bile e preferume që njeriu që s'ka fëmijë ta lutë Allahun Gjeleshanu. Shpresët nuk duhet me i hub asnjëherë. Edhe nëse ti Allahu Gjeleshanu se thot në Kur'an, ne i dhurojmë, thot, djemë dhe vajza kujt të dojmë ne. Dikujt, thot, i dhurojmë vetëm djemë. Dikujt, thot, i dhurojmë vetëm vajza, e dikan, thot, e lanë pa fëmijë. Pra është caktimi i Zotit si të në të veprojë me robët e vetë. Nëse ne detyrojmë Zotin që të na japë diçka që ai s'do të na japë. Por lutja jonë është që t'i bëjmë Allahu Gjeleshanuhu dua që ajt në dhuroje fëmijë, nëse dikush i për shembull kërkon të kese fëmijë. Po nëse Allahu Gjeleshanuhu nuk t'jep, kjo duaja ku shkon? Po kjo duaja është ibadet. Tha pejgamberi a.s. duaja tha është thelbi i ibadetit. Nëse nuk ka përgjigje në duan tënde, ki je shpërblim në duan tënde. Ti ke bo ibadet me duan tënde. Prandaj mos mendo se duaja ka shku kot. Ndoshta kërkesa s'tu ka plotsu, se ne ndonjëherë mendojmë se diçka është në të mirën tonë, po Allahu kur nuk na jep diçka ndoshta ajo është më mirë, se ne nuk e dim çfarë mund të vijë. Sikur i tha Musës a.s. Hidri se atë fëmijën të cilën e mbytën, tha ai ka pasur prindët besimtar të mirë. E nëse ki fëmia tha durrite, të bojte tha që edhe ato prindët e vetë të shkojnë në kufër, të binë kufër. E që mos devjojnë, edhe ata t'jesin besimtar musliman, edhe ata në xhenet, edhe fëmia në xhenet,
tha ma mirën këtë mënyrë. Ato ta këshin lanë të rritët edhe ai në xhehenem, edhe prindët në xhehenem. Prandaj xhamat, Zoti e din atë që ne nuk e dim. Prandaj nëse Zoti të përgjigjet, mirë, po nëse s'tu ka përgjigj, ta dish prapë se është ma mirë për ty që s'tu ka përgjigj. Se ne do njerë mendojmë se diçka është mirë për ne, po ajo nuk është mirë për ne. Zoti e din ma mirë. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e din, a ju nuk e dini. Allahu e din fundin, a ne e din vetëm të tashmen. Ne e din vetëm tash ka shohëm, a Zoti e din edhe fundin e sendeve. Ti ndoshta lutesh të kesh fëmijë, se lakmon tjerët kur i shes se kanë fëmijë, ama ndoshta me të dhon Zoti fëmijë, Allahu alem si do të bëhet ai fëmijë, ndoshta të përzepi shtëpia, del nuth mos ende lipën si plot njerëzit të cilët dalin e si pranojnë të shtëpia. Ku e din çfarë fati do kish me atë fëmijë? Kështu që Allahu xhaleshanuhu kur nuk t'jep dënisen, prap thuj elhamdulillah se Zoti e din të mirën e çdo sendi deri në fund. Po ashtu, nga duaja të cilën e bani ky pejgamberi i Zotit Zekeria alayhis salam, shohëm se Zekeria alayhis salam e bani duan me zan të ulët. Nga respekti dhe nënshtrimi ndaj Allahu xhaleshanuhu, Zekeria alayhis salam kur bani dua e bani me zan të ulët. Nuk e ngriti zanin. Dhe prandaj ulemat kanë thënë është e pëlqyeshme, është e preferume që njeriu që bën dua ta boje me zan të ulët. Nuk ka nevojë të ngritet zani, nuk ka nevojë që njeriu të boje do thot ngritjen e zanit, se ne i drejtohemi Allahu xhaleshanuhu i cili dëgjon gjithçka. Dhe një herë në kohën e pejgamberit alayhis salam, duke qenë në një udhtim për shku në një betejë, sahabët disa fillun të ngrenë zanin, që të lutën Allahu xhaleshanuhu që t'ju jape fitoren betejën e tyne. Dhe fillun të ngrenë zanin, duke thirë Allah, Allah, po me zanin nalt. Dhe pejgamberi alayhis salam nuk e pëlqejti këtë. Dhe unë dalë dhe ju foli. Se dikush dë njerë thët, po, qka ka lidhje, ibadet bëjnë. Lini me rahat, pse mirëni me ato qka bëjnë ibadet. Po dë njerë dhe ibadeti duhet jesë në vendin e vetë. Dë njerë dhe ibadeti ka rendin e vetë. Po që pse nuk mirëni me ata qka jonë devjum, po mirëni me ato qka bëjnë në xhami. Po ne dojmë ta përmirësojmë edhe atë devjumin, po edhe në xhami, se edhe në xhami nuk është i garantum, nuk është imun dhe i gabimit, edhe ai mund bëje gabim. Kështu që ne çdo herë duhet korrektojmë çdo send që është e mundshme të prishet. Dhe çdo send që ka mundësi për të prishë, ne duhet reagojmë. E shohim pejgamberi alayhis salam reagoi në këtë rast. Dhe ju tha, pse ngritni tha zanin? Tha ju tha nuk jeni të lut tha dikandin i cili është i shurdhët. E as nuk e lutni dikandin që nuk është i vetëdijshëm çka jeni të bën. Po tha Allahu xhaleshanuhu tha dëgjon dhe sheh. Allahu e ndin duan tuaj, edhe pse është në heshtje, edhe pse është thellësi e natës, edhe pse s'ka kërku shokolateje. Allahu e ndin atë çka të përshpërit zemra jote. Allahu e din atë çka ti e çon në për zemër dhe në përmendjen tënde. Allahu i din atë. Nuk ka nevojë xhamat edhe me fol që Allahu ta dije se çka do të thuash ti. Nuk ka nevojë që ne ata ngrej zanin, ata uli zanin. Allahu xhaleshanu ndin gjithçka. Allahu i din edhe mendimet tona. Hala pa bane dua, Allahu e din në çka do të lutem. Kështu që mos mendo se Allahu nuk e din krijesën e vet. Allahu na njeh shumë mirë neve. Na din shumë mirë se ai është krijuesi jon. Ai është ai që na ka kriju dhe e din mas miri krijesën e vet. Edhe ne nuk e njohëm vetveten si na njeh Zoti neve. Prandaj pejgamberi alayhis salam i këshilloi sahabët që duan mos e bëjnë me zan të nalt, po me nënshtrim dhe me zan të ulët. Po ashtu xhamat, kur të bëjmë dua, është mirë që të jemi këmbgulës në dua. Jo me të parën herë, dy herë të bëjmë dua edhe më një herë të ftofmi, më një herë të ndifmi indiferent ndaj duas. Ja be u luta su pranu. E nëse ti më një herë dorëzohesh dhe thot u luta su pranu, të di se s'pranohet. Prandaj i tha pejgamberi alayhis salam kur të bëjni dua të jeni këmbgulës në dua. Dhe kur të bëjni dua mos thuaj o Allah si dush ma prano.
Se nuk mundet dikush ta imponoje Zotin për t'i pranu. Po thuj, o Allah ma prano, o Allah ma jep ket, o Allah mësë më jep kështu. Dhe thote, lute atë çka ti dëshiron me vendosmëri, jo me shybe, jo, o Zot si t'dush. Po pse, a mundet dikush ta imponoje Zotin diçka? Jo. Prandaj kur t'lutesh, lutu me vendosmëri dhe lutu me bindje që Allahu xhaleshanuhu ta pranon dhe Zoti e pranon. Po ashtu kur jemi të duaja xhamat, duhet jemi të vetëdijshëm se ulemat në bazë të haditheve të pejgamberit alayhis salam kanë kushtuar që njeriu për t'ju pranuar duaja duhet të ushqehet me halal. Pra ushqimin ta kese halal. Furnizimi me cilën ai e mba veten dhe familjen e vet ta kese me halal. Dhe njëherë shkoi një sahabe, Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, dhe i tha, ja Resulallah, më tregon, tha, ndonjë punë, çka të bëj unë që Allahu xhaleshanuhu të mi bëje kabul duat? Çka duhet të bëj unë që Zotit mi pranoje duat e mia? Çka i tha pejgamberi alayhis salam? O Saad, nëse don tha Allahu tha të ti pranoje duat, tha ushqehu tha me halal. Ha, atë shka është e halal. E shka i tha mbas pejgamberi alayhis salam? Nëse dikush i tha, e shtin një kafshat, një kafshore ushqim, ose pi ose haje, pa marrë parasysh, po edhe veshje dhe çdo sen që ne kemi furnizim. Një kafshat, haram tha që e shtin tha në trupin e vet, 40 ditë tha nuk do t'i pranohen lutjet. Një njeri që një kafshore e shtin haram në trupin e vet, 40 ditë ati si pranohen lutjet. 40 ditë nuk i pranohen ibadetet. Po ashtu tha pejgamberi alayhis salam, dhe fundin ky njeri do ta kese thot në xhehenem, nga shkaku se trupi që ushqehet me haram, trupi që rritet me haram, fund e ka xhehenemi. E xhamat, kujdes me çka ushqejm barkun ton. Kujdes me çka ushqejm trupin ton. Kujdes se çfarë ushqimi ju bim fëmijëve ton të shtëpia. Se ti me haram duke ushqej, në udhë bila vetin tënd, e bën lant e xhehenemit, po ndoshta edhe rrezikon edhe fëmin tënd. E xhamat duhet jemi shumë të kujdesshëm se si e fitojmë pasunin. E pse Allah nuk i pranon duat tona? Po duhet çdo herë ta rishikojmë edhe punën që e bëjmë. A e kemi halal? A jemi të punu me halal? A jemi të përzi halalin me haramin? Mos jemi të shti diçka haram punën tonë. Mos jemi të bo punën halal, mali halal, ama mënyra si e punojmë punën ndoshta është haram. Mënyrën si dojmë tash ki ujti është halal, ama mënyrën si e shet mund të bëhet haram. Nëse ti mundosh me mashtrim, do të bëhet haram. Nëse keni punë me halal, ama nisën rejën, nisën mashtron atë punën tënde, ti e bën haram. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm se me çfarë ushqimi e ushqejmë trupin tonë. Një herë kemi përmend në vitin e kaluar, në tregimin dhe jetën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, ku Ebu Bekrit një herë ai shërtori vet i pruni ushqim. Dhe Ebu Bekrit çdo herë pyette se ka e ke marrë këtë ushqim. Po a ditë i kish dalë pimende edhe hangër një kafshore, po pasi e shtif një kafshore në gojë, filloi ta përtype, çojte poshtë parën, edhe pyetja shërtori, tha, ka e prunë, tha, ç'ket ushqim? Tha, o Ebu Bekër, tha, përpara, tha, kur s'këm kanë, tha, musliman, unë tha, jëm marrë, tha, me sihir, me fal, këm qitë fal njerëzive. Edhe i pata qitë njëherë fal njanit, edhe i s'mi pa dhanë parët, e sot, thot e zateka, edhe ja lipa borgjin, mi dha, edhe shkova i blejta shtë ushqimet, edhe ta pregadita ushqimin. Çka bën Ebu Bekri? Shkoi i shtif gishtën gojë dhe e vjelli. E vjelli këtë ushqim çka e hangër. Një kafshore haram, a me nëzor, e hoq, dhe tha me ditë se një troth tha më kam bet në bark, e marrë tha thikën e qaj barkun ta qes ta trohin. Shife gjema. Çfarë kujdesi të pastër në zemër që mos ushqehen me asnjë kafshat haram.
Gratë e sahabëve, kur i përcjellshin burrat e tyre për punë, përpara i kanë përcjell, tash mos si përcjell kërkushi, po përpara i përcjellshin dhe kanë dalë te dera e nuk kanë thonë, o burr, shif thot fitimin na e bish halal, se ne thot fukarallëkin e durojmë, ama xhenemin se ne durojmë. Çfarë gra besimtare, çfarë gra muslimane, fukarallëkin e durojmë, ama xhenemin se ne durojmë. Prandaj kujdes çfarë pare bie te shtëpia. A sot gruaja se ka gajlet i thotë burrit, shif se fukarallëkin e durojmë xhenemin jo, shko ber pare që ne mos jesim mbas verës pushimet na shkojnë zion, se filanja të shkojë, falanja të shkojë, me mbet ne pa shku, në udhubila prishet dynjaja. E tash moran trend konkurencë me krejt qerët me kanë. Apo? E xhamat, kjo është ajo dallimi dhe pse sot bereqeti ka hup. Pse sot ne si musliman kemi plot numra, ama bereqet s'kemi as një fillë. Nuk kemi as kundi me atë pak musliman që kanë qenë ndoshta 2000, ndoshta 3000 kot pejgamberit alayhis salam. Në fund të jetës pejgamberit alayhis salam diku mbrini afër 100 e kusur mijë. Ama sot janë miliarda. Ama ku është ai bereqeti që atin e 100.000-ve me 2 miliard musliman sot ku jemi? E xhamati ndershëm, pra kujdesi muslimanit duhet të jetë që familjen e vet ta ushqeje me halal. Po ashtu Zekeria alayhis salam kur ju lut Allahu xheleshanuhu, çka tha? O Zot, tha, mu tha ka kap tha pleçnia dhe gruaja ime tha është sterile. Pra tu dhe jemi dobët. Tu dhe jemi dobët. E si të kemi fëmijë, tha, kur tu dhe jemi dobët. E që këtu është interesante ta vendojmë një fokus. Pra Zekeria nuk ja la fajin gruas vet. Nuk tha kjo i ka fajt që s'kemi fëmijë. Tu di tha s'kemi fëmijë. Edhe unë jam i dobët, pra në aspektin shëndetësor se më plak, edhe gruaja është sterile, pra fajin e dajti ndërmjet vetit edhe gruas. A sot disa xhamat, sot disa kur s'kajnë fëmijë, e bëjnë fajtor gruan. Që u martova me këtë s'kon fëmijë. Po pse pa qetër vetëm gruaja i ka fajt? Ndoshta ti ke fajt, a ke bo analizën doktor? Po ndoshta ti e problemi, ndoshta gruaja është mirë, ndoshta problemi është e ti. Ku e dim ti pasi të bësh analizë atëherë mund thush, po fundit edhe mes me pas shembull fëmijë edhe me kanë problemi shëndetësor të gruaja. Po nuk është etike xhamati t'ja lësh fajin asaj, se nuk është qefi asaj. Edhe ajo ndoshta ka qef të kese fëmijë, po çka ti boje shëndetit vet? Nuk e ka bo ajo vet atë problem. Dhe tash dikush ti thotë gruas, pse ti s'bën fëmijë? Po si i kish thonë njërë një gruas, do thotë gruaja, burri e kish akuzu, i kish thonë, që, dojmë të kina fëmijë, ti e fajtore, tha që s'kemi fëmijë. Po i tha, po oni, tha, bone, tha ti fëmijë. Hajde, nis boje ti. Po tha ti du, po edhe ti duhet, edhe burri edhe gruaja xhamat, plusi, minusi, tu dia duhet ti jenë prezente. Nuk mund ta vetëm gruaja, se nuk e ka në furë ta gatuje fëmijën edhe ta qese që e bona një. Xhamat nuk duhet lihet faji te gruaja. Pra nuk është fundi as etika, as njerëzore që ti fajin t'ja lash gruas pse s'ki e fëmijë. Allahu është ai që jep fëmijët, nuk është gruaja, nuk është qefi jot, as qefi gruas, është qefi Allahut. Kur don Allahu të t'jape, do t'jape. Po nëse s'ka dhënë Zoti fëmijë, më e akuzo gruajen. Mos ju fuk gruas me fjalë të rënda. Ti thush ajo bollosh e prekët emocionalisht, ti hala më shumë e randon. Duke i thonë ti e fajtore pse s'kemi fëmijë. Po pse ajo ka na fajtore? Po në fakt nuk është asnjëri fajtor, se nuk është në pyetje të vullneti juaj, është të vullneti Zotit. Prandaj xhamat, te çështja e fëmijëve, as gruaja s'duhet ta akuzojë burrin, as burri nuk duhet ta akuzojë gruan, se Allahu kur don çloje rahmet, edhe dhe ju japë fëmijë, e jo kur don ti ose kur do gruaja. Po ashtu xhamat, fati i këtyre dy pejgamberëve, Zekerias alayhis salam dhe Jahjes alayhis salam, ishte me vrasje. E xhamat, edhe njerëzit më të mirë që kanë jetuar mbi rrezullin toksor kanë pas punë me njerëzit këqij. Ne sot themi kemi punë me njerëzit këqij, po prap nuk janë çfarë sa kanë qenë ato kohna. Në ato kohna shife pejgamber, po i kanë mbyt. Ben Israilet xhamat, këto jahudit e sotit. Edhe ne habitmi kur i shohëm na për internet, shife be thot kanë mbyt fëmijë, kanë mbyt gra, kanë mbyt pleq.
Ato xhamat kanë mbyt pejgamber dhe se kanë pas gajle. Që kjo sort e prisht, që kjo sort e flisht, që sot e shohim çka të bën Palestinë, që këto xhamat kanë mbyt pejgambert. Zekerian alayhis salam edhe Jahjen alayhis salam, babë bir, tuti pejgamber i mbytën. Për çfarë i mbytën? Sepse mbretja saj kohe, që ishte Izraelit, mbretja saj kohe kishte desht martohet me çikën e vllajt vet. Dhe martesa me çikën e vllajt ka qenë ndaluar edhe në Teurat, edhe në Injil, edhe në Kur'an. Po ai i kishin krye që ta boje çat martesë. A me dishin se këta dy pejgamber kanë shumë autoritet mesin e popullit. Dhe nuk mundshin ta bëjnë martesën përderisa këto dy nuk japin leje. Dhe shkoni lypin fetfa. Këta ju thanë është haram, është ndaluar. Dhe kjo gruaja i tha minxhës vet, tha nëse don të marrësh për gruje, kom qeft ma bish dhurat martese kokën e Jahjes. Kryen e Jahjes do të ma bish, tha që qatë e kom unë meher për martesë. Dhe i lëshoj ushtarët edhe mbytën edhe Zekerian edhe Jahjen. Zekerian alayhis salam thuhet se u largu prej qytetit edhe shkoi në mal edhe e pa një dru, do thot e pa një dru të qenët, edhe hini msheh ati, po një pjesë e teshës i kish mbet në gjitet për atë drunin, dhe ai se kish vrejt, dhe shejtani thuhet ju tregoj ushtarve dhe ju tha shifni se që këtu është Zekeria, dhe ata e pa në atë teshën që ju kishte në gjit, edhe shkuën xhamat e sharruan drunin duke e prej Zekerian alayhis salam për gjysmë. Do thot pejgamberin e Zotit e dajtën me gjithë drum brenda te kanë, e prejtën e sharruan, do thot drunin, dhe në këtë mënyrë e mbytën Zekerian alayhis salam, e pastaj e kapën edhe Jahjen alayhis salam djalin e tij, edhe atë e dënuan duke ja prej kryen, dhe kryen ja quhen asaj gruas e cila e dëshirojte që ta kese meher për martesë, sepse ai sipas asaj pas ka qenë pengesa që se ka lejuar martohet me minxhën e vet, dhe kjo xhamat ishte fati i këtyre dy pejgamberëve të Allahut, të cilët jetuan në kohën para ardhjes, do thotë të Muhamedit alayhis salam, dikundi 600 vite ndërmjet tyne pat, dhe me këtë xhamat e përmbyllim një cikël të ligjëratave, të cilët i kemi filluar, pra kjo është Ramazani i 4, të cilët i kemi pasur në dersët e teravis, jetët e pejgamberëve, dhe kemi filluar para 4 vjetëve, do thot me biografinë e Ademit alayhis salam, dhe kemi vazhduar Nuhit deri sot që është Zekeria dhe Jahja alayhimus salam. Dhe me këtë pra përgjatë këtyre 4 viteve teravi, ne përmbyllim këtë cikël të ligjëratave mbi jetët e pejgamberëve dhe mësimet që nxirren prej jetës së tyre. Subhanallahu bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.